Doktor, a mund na thoni diçka për të shtruarit nga Kosova në maternitetin këtu në ç'kushte kanë ardhur? Tashti ditët e funit me fillimin e një eksodi shumë madh masiv të refugjatëve, kuptohet një pjesë e mirë e popullatës janë edhe gra, shumica siç dihet janë gra dhe fëmijë, detyrimisht ka edhe shtruar në maternitet Kukësit. Numri po vjen e poshtohet vazhdimisht. Shumica e grave që vjen shtrohen këtu të na janë me probleme të rrezikut të linjës para kohe, ose me rrezik dështimi, edhe kryesisht janë gra të traumatizuar në kuptimin psiqik të fjalës, nga traumat psiqike, nga tmerret e luftës që po bëhen në Kosovë, por edhe nga lodhja e madhe fizike që kanë ata gjatë rrugës që vijnë këtu. Kështu që këto gra janë trajtuar në mënyrë të veçantë, janë shtruar menjëherë, janë marrë gjitha masat në maternitetin tonë që disa shtretër, një numër i saktuar, siç është biseduar edhe me drejtorinë e mjekimit edhe me Ministrinë e Shtësisë, të lihen bosh për të shërbyer vetëm grave që vijnë nga Kosova. Dhe me fjalë smurë të thjeshtë, gratë që nuk kanë probleme shumë të rënda, trajtohen tona, domethënë të rrethit tonë, trajtohen në shtëpi, dhe gratë që vijnë nga Kosova do trajtohen me një prioritet të veçantë. Pra, një pjesë e mirë e këtyre grave janë gratë që janë me rrezik dështimi dhe me rrezik lidhje para kohe. Disa janë gratë që kanë ardhur me aktivitet lindje gjatë rrugës, që u kanë ndodhur gjatë rrugës, që ka shpërthyer qoftë se i ka ardhur momenti për të lindë, qoftë edhe për arsye të lodhjes fizike dhe psiqike që ka. Dhe të lindura konkretisht kemi deri tash gjatë kësaj kohe, domethënë për 2-3 ditë kemi 8 gra, për cilëve një 6 janë linje normale, kështu në kuptimin e fjalës, një është një linje patologjike me 2 fëmijë. Fëmia e parë ka linjë normalisht, i dyti ka qenë kryq dhe ka pas probleme, një është dhënë ndihmë mjekësore, nuk ka probleme e fjalë, nuk ka vdekje në gra, nuk ka vdekje në fëmijë kosovar. 3 gra janë kanë ardhur për arsye të fëmijëve, sepse sapo kanë lindur ato, në një pjesë mund të keni intervistuar, nuk e di më tash unë, dhe kanë ardhur për arsye se fëmijët e përsalindur kanë një rrezik të madh shumë, ose mos kur mbahen për një kohë gjatë pa lëngje, pa pirë, sepse këto gra nuk kanë edhe gjinjë për arsye sepse dihet, sepse mungesa e ushqimeve, mungesa e trajtimit, regjimit e tjerë janë lehona dhe si e tilla, këto janë edhe të shtruara dhe gra tjera po vizitohen, shikohen. Në qoftë se këto gra nuk kanë rrezik të madh dhe nuk kanë dëshirë në fakt të shtrohen, atëherë ne nuk i shtrojmë, trajtohen në familjet kuksiane ku janë të strehura. Me i fjalë, numri total i këtyre grave është i madh fakt, po nuk kanë dëshirë të shtrohen, nuk. Dhe ne po trajtojmë ato gra që kanë rrezikun më të madh, kanë rrezikun më të madh. Po fëmijët e vegjël që thatë janë shtruar këtu me çfarë simptomash kanë ardhur dhe a kanë rrezikshmëri jetësore? Tash fëmijët që janë shtruar këtu nga këto gra që thashun, janë fëmijë të cilët nanat nuk kanë gjinjë. Kanë mungesë të qumshit në kuptimin e fjalës. Qoftë nga stresi nervoz, që kanë edhe nga trajtimi, se kanë mungesë lëndjesh, këto janë njerëz që kanë ecë me orë tëra në kam. Nuk kanë pirë, sepse po spive dhe gjiri së të vjen, kuptohet ma bete, janë gjëra logjike këta. Dhe pra këto për këto arsye kanë mungesë të pirës lëngjeve, kanë mungesë të qumshit dhe këto tash janë jashtë rrezikut. Janë në trajtim të veçantë mjekësor, disa janë inkubator, 2 janë inkubator, të tjerët janë fëmijë të cilët po trajtohen si gjithë fëmijët tonë që kemi këtu dhe drejt tash nuk kemi pas probleme. Do vlet të theksohet një gjë që thuhet shumë, se është dhënë një ndihmë shumë e madhe në zonat e veri lindore. Është dhënë një ndihmë e madhe spitaleve të zonave të veriut. Neve vetë drejtoria e spitalit ka marrë masa paraprakisht, në fakt, para se të ndodhe kjo gjendje, se askush nuk imagjinon se mund ndodhe një eksod kaq i madh. Por në ndihmë të jashtëzakonshme, në ndihmë veçantë kështu, ne po e përballojmë me forcat tona, kështu, me serume që prodhon vetë spitali jonë, me antibiotikë që jemi pas përpara. Po, në ndihmë veçantë, për këta të ardhur nga Kosova, ne proprio veçantë nuk shohim që të ketë kontribut, pak sot jam mjekroje, që nga ora 8 ka marrë shërbime, dhe nuk ka kontaktuar në njëri që të vjen të thotë se çka ka, ku ka, në kuptimin e fjalës që në ndihmë veçantë deri tash nuk shohim. Ne si maternitet, flas thjesht maternitet. Në këto kushte ku jemi, a jemi në gjendje të përballojmë një fluks më të madh të shtruarve në maternitet? Tani materniteti Kukësit ka, të themi me shifër kështu nuk ka nevojë të themi, ka një numër shtretësh të caktuar që i kemi të përshtatisur. Siç u thashë më parë, dhe ne mund të përballojmë deri 20 linje në ditë. Kaq është kapaciteti jonë maksimal. Këtu futen pastaj edhe për fëmijët përballojmë një numër, për fëmijët e përsalim përballojmë një numër akoma më të madh,
Nërsa edhe për gratë, se gratë vinë edhe me dështime, me probleme tjera, me hemorragji e tjera, neve kemi siguruar gjakun në i farmase të caktuar, serumet i kemi të siguruar sepse i prodhojmë në linjat vetë spitali, vetë drejtoria e spitalit ka marrë masat i prodhoj, me linjë gjermane që ka ardhur përpara. Dhe në përgjithësi neve jemi të përgatitur të përballojmë një situatë e cila të themi drejtën deri diku e përballojmë vetë. Edhe me mjek që kemi forcat mjekësore që kemi, se kemi mjek, ne jemi mjaft mjektu, edhe obstetër-gjinekolog, edhe neonatolog, edhe me personelin e mesëm që kemi, ne përballojmë një themi se ta përballojmë këtë situatë do ta kalojmë me sukses. Faleminderit.